Të lexojmë nga Dhjata e Re tani me hirin e Zotit tek letra e apostullit Paul drejtuar Filimonit. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός προς Φιλίμωνα των αγαπητών και συνεργό ημών και την αμφία την αγαπητή Pali i burgosuri i Zotit, Jezu Krisht dhe vëlla i Timoteut, më falni. Lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Filimonit nga fillimi. Pali i burgosur i Jezu Krishtit dhe vëlla Timoteu, Filimonit të dashur dhe bashkëpunëtorit ton, motrës Apfi, bashkëluftëtarit ton Akripit dhe Kishës që mblidhen në shtëpinë tënde. Hir dhe paqe mbi ju prej Perëndison, Atit dhe Zotit Jezu Krisht. E falenderoj Perëndin tim duke të kujtuar gjithnjë në lutjet e mia, sepse po dëgjoj për dashurinë tënde dhe për besimin që ke ndaj Zotit Jezu Krisht dhe ndaj gjithë shejtënorëve. Që bashkësia e besimit tënd të bëhet e frytshme nëpërmjet njohjes se çdo të mirë që është në ju për shkak të Jezu Krishtit. Sepse ne patëm gëzim të madh dhe për dallim nga dashuria jote, sepse me anën tënde o vëlla zemrat e shejtënorëve tu përtërin. Prandaj edhe pse kam liri të plot në Krishtin të urdhëroj atë që duhet të bësh, më shumë më pëlqen të lutem për dashurinë. Kështu siç jam unë Pali plak dhe tashti edhe i burgosur i Jezu Krishtit të lutem për birin tim Onesimin që më lindi në prangat e mia, i cili dikur s'kishte fare vlerë për ty, por tani është shumë i vlefshëm për ty e për mua, të cilin ta dërgova përsëri dhe ti prite atë zemrën time. Do të desha ta mbaja pranë vetës që më të shërbente në vendin tënd në prangat për shkak të ungjillit, por nuk desha ta bëj asgjë pa mendjen tënde që e mira të cilën do të bësh të mos jetë nga detyrimi, por me dashje. Sepse ndoshta për këtë arsye që ndarë prej teje për pak kohë, që ta kesh atë për gjithmonë. Por jo më si sklav, por shumë më tepër se sklav vëlla të dashur, sidomos për mua, por aq më tepër për ty, sipas mishit ashtu edhe në Zotin. Nëse ti pra më konsideron shok, prite si të isha vetë. Dhe në qoftë se të ka bërë ndonjë padrejtësi ose të ka ndonjë detyrim, mi ngarko mua. Unë Pali i shkrova me dorën time, unë vetë do të paguaj që të mos them ti të më detyrosh edhe vetë jetën. Po vëlla, ma bëj këtë nder në Perëndin, ma përtëri zemrën në Perëndin. Të shkrova me plot besim se do të më dëgjosh, sepse e di se ti do të bësh edhe më shumë nga ato që të them. Më përgatitje kosisht në vend për të ndenjur, sepse shpresoj se për hir të lutjeve tuaja do të dhurohem përsëri. Një letër e dërguar nga thellësia e dashurisë të Perëndis. Nuk mund ta shpjegoj ndryshe, sigurisht që gjithë fjala e Perëndis është nxjerrë nga dashuria e Perëndis, por edhe kjo letër është e dalë nga thellësitë e dëmshurisë të Perëndis. E mbushur me dashuri, por edhe me të vërtetë. Sepse Zoti don që të na vëj në ne drejtësinë e tij dhe jo drejtësinë tonë. Duhet që ta heqim drejtësinë tonë, të zhvishemi nga ajo si të ishte një robë e njollosur, thot fjala e Perëndis, sepse drejtësia jonë është robë e njollosur mbi ne, dhe të vishemi me drejtësinë e Perëndis që është e vërteta e Ungjillit. Dhe bashkë me të vërtetën, Perëndia jep dashurinë. Dhe bashkë me dashurinë, Perëndia dërgon të vërtetën. Dhe gjithmonë Perëndia kështu vepron dhe e falenderojmë Zotin, sepse nuk na e ka fshehur të vërtetën, por na e ka thënë me dashuri. Dhe nuk e fshehi kurrë dashurinë e tij dhe u shfaq dashuria e tij nga që na tha të vërtetën. E kuptojmë këtë vëllezër? Shfaqet dashuria e tij u shfaq në kryq të Golgotës, por nga që na e tha të vërtetën. Je mëkatar, Spiro, më tha, kur për të parën herë u gjunjëzova dhe u luta. Ma tha me një dashuri të tillë, vëllezër dhe motra, ashtu sikur se ishte në kryq të Golgotës. Dhe kjo e vërtet nuk ka dhembje, nuk të shkakton dhembje, por zbut zemrën.
dhe këtë dashuri don të kaloj fryma e shenjtë në zemrat tona për vëllezërit dhe për njerëzit jashtë. Që të kemi dhembje për shpirtrat, sepse do të vinë shpirtrat dhe duan të gjejnë vend që të prehen në dashurinë dhe në të vërtetën e Ungjillit. Filimoni është një shërbëtor i bekuar i Perëndis atje në Kolose. Pali kaloi nga ai, i foli fjalën e Perëndis, u shpëtuan njerëz dhe bashkë me ata u shpëtua dhe Filimoni, i cili tani më ka hapur shtëpinë e tij, sepse kur njeriu i Perëndis i jep zemrën në Zotin, të parën gjë që do të bëjë është që të shërbej veprës të Zotit, të ofroj, të jap nga ana ekonomisë, të punoj, të veproj, të lëviz kohën e vet, pra do njeriu i Perëndis që t'i japë Perëndis. Ky njeri, pra Filimoni, bashkë me, sikur na thot fjala e Perëndis, gruan e tij që e donte dhe bashkë luftarin e tij Akripin i biri, sa bukur që i thot Pali, apostulli, i thot Filimonit bashkëpunëtor në të njëjtën vepër, ma nuk lartëson o Pal, ti nuk je pak më lartë se ai, jo bashkëpunëtor jemi. Amfia është e dashur, vëllezër dhe motra, këtu na i thot Zoti, shërben në veprën e Perëndis, je bashkëpunëtor i Krishtit, i jep veten tënde, ofron dhe lan këmbët e të shenjtërvet, je e dashur në Zotin. Dhe ti, Akrip, i ri në mosh, që shërben në veprën e Zotit, pavarësisht nga mosha që ke, je bashkëluftëtar me Palin. Aleluja. Por sikur se ka karakteristika të bukura nga Zoti, ky njeri, pra Filimoni, bashkë me familjen e tij, thot Pali, e falenderoj Perëndin se të kujtoj në lutjet e mia gjithmonë, sepse dëgjoj për dashurinë dhe për besimin që ke. Ke dashuri dhe ke edhe besim në Zotin. Ke dashuri për vëllezërit dhe ke edhe besim tek Zoti dhe beson dhe vëllezërvet. Pra dashuria jote e madhe të bën që ti t'ju besosh edhe vëllezërvet. Dhe bashkësia që ke është aktive, kjo bashkësia që ke me të gjithë. Të duket pra ndaj të gjithëve dashuria jote dhe besimi që ke. Dhe kemi shumë gëzim, thot Pali. Kush kanë bashkëpunëtorët e Palit, që janë bashkë me Palin nga Roma, që shkruan këtë letër, kemi shumë gëzim dhe ngushëllohemi, vëllezër, sepse ti ke dashuri dhe mëshuria e të shenjtërvet gjeti prehje në ty. Shikoni pra sa gëzim. Kur bën shkak që besimtarët të prehen në Zotin nga dashuria që tregon ndaj tyre. Kështu pra thot Pali, kam prezencë, ashtu sikur se ai foli, Pali kaloi dhe predikoi Ungjillin dhe dëgjuan, kam prezencë ose kam autoritet që të urdhëroj. Por tani ekziston një problem këtu në jetën e Filimonit që duhet të zgjidhet. Nuk duhet që ai problem të mbetet. Dhe kështu që duhet Perëndia që është i zgjuar të gjejë mënyrë që ta zgjidh. Gjen shërptorin e tij pra Palin dhe shkruan këtë letër nga Roma, që ishte në burg, të shkruaj letrën të mbushur me dashuri nëpërmjet frymës të shenjtë tek Filimoni, për kë? Për dikend, për dikush që quhej Onesimos, që ishte shërbëtor në shtëpinë e Filimonit, kishte një shërbëtor atëherë, bënte punët në shtëpi, por duket se në një moment ky e vodhi, i bëri të pa drejta pra Filimonit dhe vodhi shtëpinë e tij dhe u zhduk. Ja fantazoni tani
zemrën e Filimonit. Ta kesh një njeri, ta ndihmosh, ta ushqesh, ti sillesh mirë, ta paguash, tani Filimoni të ketë besuar dhe ja fantazoni të kesh një punëdhënës që të jetë besimtar, hiri i Perëndisë është. Dhe të sillet mirë ndaj tij, por ai e vodhi, i bëri pa drejtësi duke u larguar prej tij. Ja fantazoni tani një gjemb në zemër të Filimonit, që duhet të hiqet, patjetër që do të pastrohet zemra e tij. Duhet pra që përpara se të ikë nga kjo jetë Filimoni, vëllezër dhe motra, duhet që përpara se të ikim nga kjo jetë, gjembat dhe ferrat që ka zemra jonë të iken, të pastrohen zemra tona dhe të mbuloj Zoti çdo plag. Me çdo vëlla, me çdo njeri, tani është koha e përshtatshme, tani është dita e shpëtimit. Nuk më përket e nesërmja. Dhe një vëlla kishte parë një ëndër që me gruan e tij kishin pak probleme, kishin divergjencat e tyre dhe nuk i fliste njeri tjetrit. Për pak orë kjo punë dhe fletën që të dy dhe pra prandoi dielli dhe nuk u mbulua ajo distancë që kishin mes njeri tjetrit. Fleti njeri këndej dhe tjetri andej, dhe vëllai shef në ëndër se ishte me makinën dhe po jepte makinës një vëlla tjetër dhe ai me gruan e tij qëndronin mbrapa. Dhe ashtu rrugës, njëra i kthyer nga njëra anë, tjetri nga ana tjetër, burri dhe gruaja, gjatë rrugës që po shkonin, zhduket vëllai nga përpara që po jepte makinës. Dhe këto mbetën mbrapa dhe makina po shkonte vetvetiu. Dhe në atë moment kuptoi vëllai se është bërë rrëmbimi i kishës. Dhe kishte ikur vëllai, ndërsa ai me gruan e tij kishin mbetur poshtë. Dhe në atë moment merr dëshmin nga fryma e shenjtë se mbeten poshtë nga që nuk i flisnin njëri tjetrit. E të mërshme nuk është kjo. Le ta lëm pra frymën e shenjtë. Ti heqë gjembat nga zemra jonë, të heqë ndarjet dhe të bashkoj zemra tona, vëllezër dhe motra, në familje, në kish, në vllazërin, sa të jetë mundër nga ne, pa tjetër. Vjen tani pra me një mënyrë të mrekullueshme Perëndia që të bëj veprime. Shpëtohet Onesimi, sikurse gjendet mbasën në burg të Romës, dhe këtë takon Palin. Bën takimet e tilla Zoti, vëllezër dhe motra, bën dhe shumë bile. Dhe do të shohim shumë më tepër ku nuk fantazojmë takime të tilla, ku ngjiten këtu njerëz të ardhur nga bota dhe do të na dëshmojnë dhe do të lavdërojmë Zotin. Por dhe tek ti dhe tek unë nuk bëri takime të tilla Zoti dhe nuk e dërgoi dikënd, dikur dhe na foli për Zotin. Këtu çoj Palin në burg Pali, ma përse të jem në burg o Zot, nuk thoshte kështu Pali, por sikur të thoshte. Pali në burg lavdëron të Zotin, dhe aty i sillte shpirtra Zoti. Në burgun tënd do të sjell shpirtra Zoti. Lavdëroje Zotin për burgun tënd, do t'i lejoj Perëndia. Do të të çliroj, ashtu sikurse Jozefin, për ti prit, përmbaje qëndrimin tënd dhe fol për Zotin, sepse mund të të ketë dërguar një Onesim Zotej. Beson Onesimi, e shpjegon dhe rrafehet mëkatin e tij atë që i bëri Palit, Onesimi. Dhe Pali, pa tjetër, i mbushur nga gëzimi, me dashuri dhe me dëmshuri, i drejtuar nga fryma e shenjtë, jep udhëzim tani tek Filimoni, sepse tani duhet që Filimoni të pranojë në zemrën e tij Onesimin. Nuk është e lehtë. Dhe nëse jemi në vend të tij, do të kuptonim. Mund të thonim s'është gjë, jo, nuk e dim këtë, se çfarë kalon gjithë secili nuk e dim ne. Dhe nuk njohim edhe mundësitë dhe forcat dhe fuqitë e çdo vëllai apo motret. Për këtë arsye nuk është mirë të flasim dhe të përçmojmë për atë që kalon vëllai apo motra. Kështu pra shkruan Pali dhe thot, ndërsa kam pushtet, të jap një urdhër tani që ti ta bësh këtë, ta pranosh ti Filimon Onesimin. Të fola për Zotin, jam babai yt frymëror, por kam pushtet. Kam dhe pushtet për ta bërë këtë, por nuk dua ta bëj kështu.
për nëpërmjet dashurisë dua të lutem. Dhe ashtu pra si jam në mosh, i moshuar, thot Pali, nëpërmjet dashurisë të lutem me dashuri. Ju kujtohet çfarë tha Jozefi? Ju lutem ejani pranë mejet, ju tha vëllezërve të tij. Kurse unë Pali i moshuari, nuk thot unë Pali apostoli i kombeve, unë Pali që kam shërbesën, që jam i dërguar nga Perëndia tek jo hebrejt për të predikuar ungjillin, por thot Pali i plakur. Pra merr një pozicion të përulur, dhe vetëm në zemër të përulur do të gjej prehje fryma e shenjtë. Për këtë arsye na intereson ta përulim zemrën tonë përpara Perëndisë dhe njerëzve në mënyrë që të ketë prehje dashuria e Perëndisë dhe fryma e shenjtë në ne. Zemër të butë, Pali i moshuar dhe jo vetëm i plakur, por edhe në pranga i burgosur për Jezu Krishtin. Kam dhënë zemrën time, kam dhënë jetën time, gjithë jeta ime për mua është Krishti. Dhe s'jam i lidhur nga prangat e mëkatit, por jam i lidhur për Krishtin Jezun, sepse e bera shërptor veten time në Krishtin Jezus. Mos më qëndro në prangat e mëkatit, por shko tek Krishti të të çliroj, shko tek Zoti të heq dhe të thyj zgjedhën. Mos qëndro në mëkat. Dhe kur të çliroj Zoti, kujtohu të bësh shërptor i Zotit. Të lutem për shkak të bijve të mi që linda në prangat e mia, thot Pali. Pra, ka lindje në prangat e tua. Perëndia lejon dhe bën lindje kur ti kalon nëpër pranga. Kur unë dhe ti kalojmë nga prangat, jo nga prangat e mëkatit, por nga pikëllimet, nga mërzit, nga akoma edhe luginat e hijes të vdekjes, atëherë Perëndia, vëllezër dhe motra, do të lejoj dhe lindje. Kujtohuni pak prangat e Palit në Filipi. Në prangat e burgut, i lidhur duar dhe këmbë, prangat e kësaj bote, por në burg Zoti i dhuroi rojtarin e burgëve, por jo dhe vetëm atë, por edhe gjithë familjen e tij. Çfarë lindi? Lindi frymërisht pra edhe në prangat e tij. Ma përse të më vinë mua këto pranga? Përse mua të më fishkollojnë? Do të mund të thoshte. Përse të më fishkollojnë dhe të jem në burg? Jo, aleluja. Në burgun tënd lavderoje Zotin. Imnoj Perëndis. Pali dhe Sila bënin lutje dhe këndonin imne ku në burg, të fishkolluar. Kurrizi tyre rrjedhte gjak, por kur kurrizi jon rrjedh gjak. Kur mundohemi në këtë jetë, vëllezër dhe motra, zemra jon është e dhënë në Zotin, atëherë është e mbushur me frymë të shenjtë. Dhe në vështirësi imnojmë Perëndis, lavderojmë Perëndin ton, dhe aty në prangat e tua, në pikëllimin tënd dhe në mërzin tënde, sepse është e jashtme, do të vijë Zoti të të dhurojë një lindje, të jep që të thuash një fjalë, të jep që të thuash një ngushëllim, të forcosh një njeri të dobët, një vëlla apo një motër, do të ndihmoj në përuljen e zemrës sate që të bashkosh atë ndarjen që ke me vëllezërit. Dikur ishte i vlefshëm. Dikur ishte i pa vlefshëm për ty. Onisime. Dikur u soll keq ndaj teje Filimon. Ti e mendoje një diçka të pa vlerë Onesimin. Por tani jo vetëm që nuk është i pa vlerë, por është i vlefshëm edhe për ty, edhe për mua, thot Pali. Vëllai jon dhe vëllezërit ton nuk janë vetëm të vlefshëm për ne, ashtu sikurse e dim se të gjithë vëllezërit pa përjashtuar askënd më jeni të vlefshëm, dhe tek ti të gjithë vëllezërit të jemi të vlefshëm, të gjithë pa përjashtuar askënd. Sepse gjithë secili kemi thënë se është trupi i Krishtit, kështu nuk kemi thënë vëllezër dhe motra. Fjala Perëndisë ka thënë, në qoftë se pra një pjesë e trupit nuk mundet,
ka problem, ka humb forcën e tij, besimin e tij, është dobësuar, nuk mund t'i them unë tani se tani kjo pjesë të trupit tim është e pa vlerë dhe ta heqi nga trupi im. Jo, por do të interesohem që të bëhet edhe ajo pjesë që ka probleme. Por ti, atë, që është dhëmbëshuria ime, pra lindin nga të përbrendshmet e mia, ai njeri pra Onesimi, të lutesh Filimon ta pranosh. Dhe kjo është këshilla frymës të shenjtë sot. Pranoje vëllain tënd në zemrën tënde. Të gjithë vëllezërit dhe motrat pranoj. Të gjithë, të lutem, mos u vono. Edhe unë vëllezërit dhe motra. Mos të vonohemi, Zoti është pranë nesh, nuk duam të humbasim rrëmbimin për asnjë lloj arsyet. Por nuk dua të jetë mendimi im se do të humbi rrëmbimin dhe o burra të bashkohem me vëllain. Jo, por duhet që dashuria të hyjë në zemrat tona dhe të mos humbim sigurisht mbretërinë e qiellit. Por ajo që është kryesorja të kem dashurinë. Kështu që unë doja ta mbaj pranë mejet që të më shërbej në vendin tënd. Do të mund ta mbaja këtu që të më shërbente, sepse ti duhet të më shërbesh, Filimon. Pra mund ta mbaja Onesimin në vendin tënd, por unë po dërgoj sepse dua, pa marrë mendimin tënd, nuk dua të bëj asgjë. Pa vullnetin tënd nuk mund të bëj asgjë, thot Pali. Dhe kështu na thot edhe sot Krishti. Pa dëshirën tënde nuk mund të bëj asgjë. Nuk do të vi me zor në jetën tënde, nuk do të vi me zor në zemrën tënde, por vetëm nëse ma jep. Nëse ma dorëzon, nëse ma dhuron dhe nëse e zbut përpara meje. Dhe këtë thot edhe Pali këtu tek Filimoni. Por pa mendimin tënd nuk mund të bëj gjë që e mira jote të mos bëhet sipas nevojës, por të bëhet me dashje. Pra ata që të bësh nuk dua ta bësh nga që don puna, por ta bësh me gjithë zemër. Pra Krishti don që çfarëdo që të bëjmë në gjërat frymërore apo edhe në ato materiale, çdo ofertë që është të japim tek Perëndia apo tek vëllezërit dhe motrat të mos e bëjmë sepse kështu është nevoja, por ta bëjmë me zemrën tonë. Dhe kjo do të bëhet vetëm nëse na viziton Zoti, na zbut zemrën tonë dhe kemi lidhje me te. Sepse mbase për këtë punë është ndarë pak prej tejet që ta kesh tani për gjithmonë. Ja cili është vullneti i Perëndis pra në jetën e tij. Ajo që u bën në jetën tuaj, Filimon dhe Onesimi, mos kërko të shohësh se kush ka faj. Mbase për momentin u ndat që ta kesh sot për gjithmonë. Jo tani më si shërbëtor në shtëpinë tënde, do të kthehet mbrapsht tek ti ka për të shërbyer, por s'do ta shofish më si një shërbëtor që paguhet, por si një vëlla shumë të dashur, sepse tani më do të ketë besuar, do të ketë dhënë edhe ai zemrën e tij në Krishtin dhe do të ketë besuar në Perëndis dhe do të jetë një vëlla në shtëpinë tënde, akoma duke i shërbyer Perëndis. Në qoftë se pra ke bashkësi me mua, thot Pali, dhe Krishti thot për ne të gjithë sot. Në qoftë se më keni sot mua, thot Zoti, që se keni lidhje me Perëndin nëpërmjet Jezu Krishtit dhe nëpërmjet frymës të shenjtë, mbetesh vetëm me Perëndin dhe ke lidhje me Zotin, vjen dhe të mbush me dashurinë e tij, me fjalën e tij Perëndia, ke lidhje me Perëndin. Atëherë pranoje atë sikur të më pranoje mua. E di Filimon se sa më don, thot Pali, e di, por dua që tani të duash dhe të pranosh Onesimin sikur të më pranoje mua. Dhe thot Krishti, dua të pranosh vëllain tënd, e di që më don biri im, thot Zoti, por tani dua të pranosh edhe vëllain tënd sikur të më pranoje mua. Dhe urdhëri i Krishtit është të duam vëllezërit sikur Krishti na ka dashur. Aleluja.
Dhe në qoftë se të ka bërë të pa drejt në diçka, mbase nuk është edhe i sigurt pali për këtë, pra këtë arsye thot në qoftë se të ka bërë të pa drejt, të gjithat pa drejtësi ngarkoje në mua. Mos e vej pra me te, mos të zihesh me te, mos ta pranosh për t'i thuash, e di se çfarë më ke bërë, jo mos e bëj këtë, për thot ma detyro mua, thot Zoti. Mi detyro mua, thot Zoti, në kryq të Golgotës. Mi ngarko mua për çdo padrejtësi që të kanë bërë, për çdo plag që të kanë hapur njerëzit. Dedikoja Zotit. Atje në kryq të Golgotës ai mori mëkatet e të gjithë njerëzve. Mori ngarkesat e të gjithë ose barrat e të gjithë njerëzve. Për këtë arsye të shkojmë sot, t'i lëm atje dhe t'i kërkojmë edhe një herë tjetër akoma të vijë, të zbuz zemrat tona dhe të heq ndarjet, t'i shemb ndarjet nëse ka midis njëri tjetrit dhe ta pranojmë njëri tjetrin sikur thot fjala e Perëndis me dashuri dhe me dëmshuri. Amen.